SPAK i kërkon Belinda Palluku të paraqitet sot për të njohur me akuzat. Prokuroria posaçme SPAK ka regjistruar emrin e zëvendës kryeministres Belinda Palluku si personën hetim për akuzën e shkeljes së barazisë të tendera. Këtë të hënë Palluku është thirrur të paraqitet në ambientet e SPAK e shoqëruar nga një avokat mbrojtës, por ende nuk dihet nëse ajo do të paraqitet në ambientet e prokurorisë posaçme. Ftesa për paraqitje mban firmën e prokurorit të posaçëm Dritan Prençi, i cili ka kërkuar që zëvendës kryeministri të jetë asistuar nga një avokat, një praktikë që nën kupton se ndaj saj mund të komunikohet zyrtarisht një akuzë penale. Belinda Palluku mban detyrën e zëvendës kryeministres që prej korrik 2022 si dhe ato të ministres së infrastrukturës dhe energjisë që nga janar 2019.